Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për kryefjalën e 24 orëve të fundit, listat që janë dorëzuar nga partitë politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Fokusi më i madh ka qenë te Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, por edhe tek partitë e vogla që në një pjesë të rasteve kanë marrë ato që kanë mbetur jashtë partive të mëdha. Për diskutuar për atë kuvendin e ardhshëm edhe si do të jenë Shqipëria e 2030-s me këta politikan kandidatë të rinj, do të flasim me zotin Arben Male, ish kryetari i grupit Partisë Socialiste, ish ministër, deputet dhe njëri që ka marrë mjaft funksione politike në Partinë Socialiste dhe jo vetëm. Zoti Male, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit, po kontributi më i madh është tani, pas 2013-s, ku edhe të s'ka një interes të drejt për drejt, vazhdoj të shërbej publikut me analiza sërsisht profesionale dhe duke nditur një debat pozitiv për sfidat politike, ekonomike dhe sociale të vendit tonë. Ajo ishte e shkuara, kjo është e tashme dhe ardhmja. Faleminderit shumë edhe për bashkëpunimin me median. Zoti Malaj, kryeministri deklaroi që i mbyllëm listat për të hapur partinë. Në gjykimin tuaj, si do të jetë Partia Socialiste 2030-s me emrat që janë në listë? Para më lejoni të theksoj që analiza duhet të jetë totale për konfigurimin e parlamentit të ri. Pra çfarë po ndodh me partitë tradicionale, çfarë po ndodh me partitë e reja, cilat janë parimet kryesore të përzgjedhjes së grupeve parlamentare, ka realisht është hapur lista dhe a do të arrijë demokracia brenda partive politike të bëjë atë që bëjnë vendet me demokraci të konsoliduar, ku zhvillimet brenda partive politike arrin deri në pikën që siç ndodhi me Thesherin, që rrëzohen nga pushteti antarët e Partisë Konservatore, sepse politikat e saj të tregut të lirë krijuan kosto sociale shumë dhe deputetët konservatorë ndjenin këtë në zonat e tyre. Siç ndodhi me Tony Blair, që një debat i brendshëm në parti i ndërpreu atij mundësinë që të vazhdonte me një debat tjetër. Siç ndodh në Kongres dhe Senatin Amerikan. Pra sfida që do të jetë nga listat e reja është do të kemi deputet të cilët do të ndjejnë përgjegjësinë e publikut, apo pavarësisht nga forma e zgjedhjes, do të kemi vetëm disa deputet, siç është historia e deri tanishme, ku vetëm ngrën kartonin dhe kanë si element themelësor vetëm për zgjedhjen e tyre në bazë të besueshmërisë, besnikërisë ndaj kryetarit të partisë. Kjo është për gjitha partitë politike dhe vrehet dhe tani. Po shikoni në një studim të bërë nga Qendra për Studime Politike drejtuar nga historiani Krasniqi, votuesit ishin testuar se çfarë ata duhan nga deputetët e tyre. Dhe pika më e fortë ishte që 60% ishte që të interesoheshin për hallet e tyre konkrete, që prekin arsimimin, prekin shëndetësinë, prekin infrastrukturën kritike, drita, ujë, rrugë dhe mundësitë për biznes. Dhe vetëm 7% do të parapëlqenin deputet që janë, si të thuash, besnik të kryetarit të partisë. Kështu që në këtë aspekt, po të shikojmë listat, pavarësisht i mbyllën për t'i hapur, unë besoj se listat as mbyllen në as hapen, thjesht dhe vetëm me dëshirën e një individi, por një sistemi demokracisë brendshme të partive politike lejon që të zgjidhen realisht ata që e njohin elektoratit, janë gati të shërbejnë elektoratit dhe japin garanci se në mandatin e tyre si deputet, situata në komunitetin e tyre dhe pastaj në vendin tërësi do të ndryshojë pozitivisht. Për shembull, unë i thash pak shpejt, por shoh për shembull që Rama trajton me krenari që ne kemi marrë brenda partisë ata që nga krau kundërt. Pra, ka marrë të pakënaqurit nga partitë e tyre. Sigurisht çdo njeri ka të drejtë ta ndryshojë partinë, por nëse flasim për politikanë të cilët marrin një fuqi të madhe, atëherë do t'i referojmë Churchill, i cili thotë, për parime, unë ndryshoj partinë. Për partinë nuk i ndryshoj parimet. Unë nuk besoj këto emra, unë i njoh shumë prej tyre, kanë pakënaqësitë nga partitë që kanë përfaqësuar në krahun e djathtë, kanë shkuar në disa parti, jo vetëm një, dhe tashmë duken si pjesa modernizuese e Partisë Socialiste. Nuk mund ta modernizosh një parti dhe ta bësh atë
të suksesshme duke u bazuar tek pakënaqësitë me partitë e tjera. Nuk i paragjykoj ata për vendimin e tyre, por nuk shoh sistemin e përzgjedhjes që të jetë i tillë që do të kemi një grup parlamentar i cili do të marrë përsipër përgjegjësi të mëdha e para për të imponuar kryetarit të partisë. Jo çdo zgjidhje që i pëlqen kryetarit të partisë, zgjidhje që i shërben Shqipërisë, për të mos vetuar një gjë që prek thelbësisht votuesit e tyre dhe për të nxitur iniciativa ligjvënëse që mungon aftësi shumë e dobët e parlamentit shqiptar për të, sepse kushtetuta e drejtet edhe një deputeti të bëjë një ndryshim në ligj. Qoftë politika sociale, qoftë politika e taksat, qoftë mbështetje për bujqësinë, qoftë skemën e munguar të sigurimit nga fatkeqësitë natyrore të bujqësisë, qoftë fleksibilitetin në punë për nënat që kanë fëmijë nga 1 deri në 6 vjeç, që është pjesa më kritike e formimit të tyre, në mënyrë që të ndryshojnë në thelb cilësinë e arsimimit të shqiptarëve. Ne nuk mund të përparojmë me fëmijë të pa arsimuar dhe aq më keq kur pjesë e arsimuar duke ndjer burokracinë, duke ndjer kufizimin e mundësive për të gjithë të vënë sipas arsimimit të tyre, të joshur, do të marrë parasysh dhe konkurrencën. Të joshur nga konkurenca në rritje për njerëzit e mirë arsimuar nga vendet evropiane dhe çdo vend tjetër që është ambicioz në botë, ne do t'i kemi burimet tona humane, sociale, do t'i kemi të pakta dhe të pa arsimuara. Zoti Mallaj, ka një filozofi mbi cilën pra i ka zgjedhur kryeministri Rama emrat e kandidatëve, apo është për të hequr peshën dhe barrën e skandaleve të 3 mandateve, pra për të sjellë një gjak të ri ndryshohet ushtria apo jo komandanti? E para dhe mbi të gjitha, fatkeqësisht ne nuk gjejmë një model pozitiv. Sepse po të shikojmë edhe reagimet nga Partia Demokratike edhe për vlerën në raport se çfarë dhan primare dhe kush u mandatua në vend sigurt, do të shikojmë që elementi bazë kritik është besnikëria ndaj kryetarit të partisë. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj se listat nuk sjellin një pasurim, sjellin një varfërim. Sepse nëse kriteri me cilën ti i përzgjedh është ky dhe vetëm ky, besnikëria, atëherë gjithçka tjetër është një fotokopje keqe e parlamentit të mëparshme dhe e mënyrës për të bërë politikë me agresivitet, me banalitet dhe me aleanca kur është dashur që të cimentoset pushteti absolut i kryetarëve të partive brenda partive të tyre, ka vrarë demokracinë e brendshme. Dhe në historikun e tradicionit shqiptar, dhe zhvillimin politike shqiptare, marrëveshja midis 2 liderëve politik të PS-së dhe të PD-s për të ndryshuar kushtetutën e Shqipërisë, për të ndryshuar në kushtetutë sistemin e përzgjedhjes nga një demokraci e drejtë për drejtë majoritare në një demokraci të deleguar, ishte si thua rasti kur u dëmtuar në mënyrë të jashtëzakonshme demokracia brenda partisë politike dhe nga forca politike me një bagazh të madh, me një sistem përzgjedhje promovimi, këto partitë politike ngjajnë, si thoshte një deputet i vjetër, nuk ja përmend emrin, ngjajnë si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me një pronar të vetëm që kryetari i partisë. Zoti Mallaj, ju pak më lart më përmendet Institutin e Studimeve Politike të drejtuar nga zoti Krasniqi, i cili në një nga studimet ka nxjerrë që zoti Braçet e Tabaku janë 2 deputetët më aktiv në parlament. Të dy janë jashtë listës, së sigurt. Shiko, nuk është gabim, edhe nuk ka pse të jetë për frikë. Unë i njoh të dy, i respektoj të dy. Për mua, varet se kush u fut në listën e sigurt. Nëse emrat që janë futur në listën e sigurt kanë thjesht besnikëri ndaj kryetarit të partisë, në të dyja partitë, dhe lënia në listë të lirë e atyre që japin garanci më shumë në kontributet e tyre në parlament, pra bëndet domosdoshëm të jenë në parlament, aq më tepër në këtë konfigurim që gjoja po e rigjeneron, gjoja po e modernizon, gjoja po e hap partinë, gjoja po sjell gjakun e pastër të partisë, janë personalitetet të parlamentit shqiptar që do të ishin vetëm këtë arsye mund të ishin në listë të sigurt. Unë besoj që të dy ata me punë mirëfills dhe drejt për drejt që kanë bërë me antarësinë, edhe testimi që ka zotin Tabaku nga Tirana, është një numër vota shumë i madh, që patjetër bën fituese. Vetëm në qofse në organizimet e brendshme, në tavolinë, liderët e partive politike
kërkojnë që t'i nxjerrin jashtë parlamentit dhe nxisin si të thuash ato mekanizmat e tyre të besnikëve të ngushtë të partisë që të pengojnë deputet caktuar që të futen në parlament sepse kanë frikë nga integriteti i tyre. Zoti Malaj, në 3 vitet në qeverisje, brenda grupit PS-s rrallë ka pas shpërthime të brendshme. Edhe sot, një pjesë e deputetëve që u lanë jashtë listës së sigurt, janë shprehur, disa prej tyre përdorën edhe fjalën të kënaqur se do provojnë veten, do sprovojnë, por realisht a mundet që kjo të krijojë një përplasje brenda socialistëve të vjetër, sidomos po të marrim qarkun e Tiranës, janë pjesa dërmuese në listë hapur. Pra pavarësisht mirës që do i sjellin partisë në thesin e votave, por do krijojë një përplasje. Tirana ka 2 zhvillime. Është mungesa e ish-kryetarit të bashkisë, që për qytetarët e Tiranës mund të ishte një pjesë për qytetarët e Tiranës do vlerësojë diçka, shumë mirë që nuk është për të marrë me fushatën, sepse ishte pushtet mediatik dhe ekonomik, dhe nga ana tjetër është dëshira e Ramës për të kompensuar çdo efekt negativ nga mosqenia aktive e Veliajt. Rama me të drejtë tha një gjë, që ne jemi popull i dashës. Dhe ka shumë mundësi që votat që të merret Rama të jenë më të mëdha se ato që do t'i duhej një deputeti. Çka do të thotë pasaj që do të ketë ndikim në cilësinë e listës që do vi më të poshtë. Sepse do duhet të shikojmë numrat që do marrë secili. Aty ka deputet me tradit, ka deputet që kanë kontakte të mira me bazën dhe do fitojnë se Tirana është situacia dhe bazeni më i madh i votave. Në qoftë se do të ndodhë një çudi në Tiranë, por që unë nuk besoj, ose kam pak shpresë, do të ishte rritja e shkallës përfaqësimit të partive të reja. Qoftë ato do të rrisin shkallën e përfaqësimit tyre me 1, me 2 deputet, po janë gjithë ato grupime, dhe është e vështirë, nuk është se ata krijuan një front jashtë 2 partive të mëdha, një pol në qendër. Duket se ndikimi i tyre në maksimum mund të jetë që të kenë një numër të vogël deputetësh dhe nga ana tjetër votat e tyre pasaj që nuk përdoren do të rishpërndahen për partitë e mëdha, me sa diu nga formula, nëse nuk kanë ndryshuar. Kështu që lufta në Tiranë, si të thuash, do jetë deri për votën e fundit. Ajo që është pozitive, dhe unë habita pse u kundërshtua fillimisht nga Rama, është fakti që për shkak se në të gjithë raportet ndërkombëtare, në Shqipëri vlerësohet krimi elektoral si element deformues i vullnetit të votuesve, atëherë kësaj radhe do të ketë një, si të thuash, një paralajmërim, kujdes se ne jemi këtu. Dhe kjo ndoshta do të ulë atë efekti negativ të votave të arritura ndërmjet korrupsionit elektoral. Nga ana tjetër, kur shikon listën, pavarësisht se themi po hapim, po modernizojmë partinë, ka disa emra, jo të gjithë, të cilët janë futur aty në vazhdim të traditës së politikës të familjarëve të tyre, më shumë se sa për meritat e tyre. Dhe fakti që ata do të jenë në përfaqësim, synojnë të jenë në përfaqësim parlamentar, disa në pjesën e sigurt, disa në pjesën e lirë konkurruese, mbajtja e tyre, se nuk mundet një njeri të kërkoj trashëgimi politike thjesht se babai, mamaja, kushuriri është politikan apo ka qenë politikan. Ata duhet të kenë aftësitë e tyre. Rrallë ne shohim trashëgimi politike apo modelin e Greqisë që veprojnë familjet e mëdha. Por në vendet siç janë vendet e ish Europës lindore, nuk ekziston fenomeni i dinastisë politike, dhe gjithë secili duhet ta krijojë vetë atë historikun e tij të suksesshëm. Pra, përzgjedhja e disa prej tyre, jo të gjithëve, disa janë për Shkodrën, besoj. Jo, nuk e kam fjalën vetëm për Shkodrën. Jo, unë për Shkodrën nuk e paragjykoj atë vajzën, ka nevojë për një prezantim më të mirë. Ka më tepër sepse ja disa nuk është akuzuar ndonjëherë për blerje votash, ka bërë rialokim politik në krah të majt, por kam parasysh disa persona të cilët janë të akuzuar për krime elektorale dhe vazhdojnë të imponohen partisë ose partia i parapëlqen ata si grumbullues votash, por një vot që prodhon
një deputet të tillë prodhon më shumë një deputet që është i njohur për jetë partisë sesa një deputet që ka ambicie, ka investuar dhe dëshiron të shërbejë vendit të tij. Zoti Mare, kush qark do jetë që do ketë më shumë luftë në gjykimin tuaj? Në të kuptim. Për sa i përket kandidatëve që dhe ju i keni parë, cili qark do prodhojë surpriza në zgjedhje, që do ketë betejë më të fortë? Shiko, unë besoj që Tirana mbetet Tiranë, çdo parti politike, e patjetër do të ketë një betejë jo të lehtë. Durrësi është një rreth i madh, ka dhe ai zhvillimet e tija. Fieri do ketë atë ballafaqimin tradicional, sepse gjithmonë PS-ja ka qenë fituese bindëse në Fier, në Vlorë, dhe duket se do të mjafton edhe vetë përcaktimi i drejtuesit të zonës, në që nivelli drejtuesi i zonës, në brenda strukturave të partive politike, aq më e madhe pritet si thua lufta për votën e fundit, sepse edhe për zgjedhja e tyre është bërë mbi të parim, të fitojnë me çdo kusht. Natyrshëm që nuk do ketë një fitore siç do të dëshirohen te Partia Socialiste, Rama shumë, sesa të Partia Socialiste, që t'i jap Partia Socialiste një majorancë votash për të ndryshuar ligjet me shumicë, apo për të tentuar në aleanca fluide për të ndryshuar kushtetutën. Unë nuk e besoj këtë dhe jam i bindur që rezultatet do të jenë më të shtrënguara midis të gjitha partive politike. Zoti Male, edhe një pyetje të fundit kam. Këto 2 muaj do arrijë të frymëzoj opozita së pari dhe së dyti, çfarë mund të ofrojë Rama pas 3 mandateve? Shiko, se çfarë afron secili lider pas X mandateve, kjo do të duket si thosh fushatën elektorale, por Rama e ka avantazhin për të dalë nga gjërat konkrete dhe për të krijuar një ambient festiv, duke përdorur me tepri edhe cinizmin dhe banalitetin. Partia Demokratike, aq sa kam parë deri tani, qoftë edhe për shkak të bashkëpunimit në këshilltarin për zgjedhjet, paraqiti një program të strukturuar me 5 kolona. Partia Socialiste i ka gjitha kapacitetet, brenda dhe jashtë saj, të bëjë një program elektoral që të jetë, si thua, të vë gishtin mbi plagët sociale që ka Shqipëria, të qartësoj reforma strukturore për çdo sektor, duke filluar nga ato më jetikët, t'i bëj transparente dhe llogaridhënëse objektivat elektorale, në mënyrë që të rritet dhe llogaridhënia pas zgjedhjeve. Ajo që nuk e pëlqej, pavarësisht se mund të jetë justifikueshëm politik, është gara për gjuhën e banalitetit midis liderëve politik. Politika është e lodhshme për votuesit, dhe nëse liderët vazhdojnë edhe përdorin gjuhën që i lot ata akoma më shumë, sigurisht që produkti që do të dalë nga zgjedhjet nuk do të jetë ai që Shqipëria ka nevojë për të kaputur atë ciklin e varfërisë apo treguesit jo pozitiv, për shembull një raport i fundit që varfëria, risku i varfërisë ekstreme për fëmijët në Shqipëri është më i madh se në çdo vend edhe në Ballkanin Perëndimor, do të ishte një objektiv më njëjtë, i qartë, i strukturuar. Çfarë do bëhet në pjesën ligjore, çfarë do bëhet në pjesën institucionale, çfarë do bëhet në pjesën buxhetore, si do të jenë targetuar objektivat për të përmirësuar arsimin parashkollor të shqiptarëve dhe të orientuar drejt grupeve më fragile të shoqërisë. Pra, ka shumë gjëra për të thënë. Unë kam mbetur impresionuar nga fakti se programi i përbashkët e dy partive që do qeverisin Gjermaninë në të ardhmen, ju do ta gjeni, do ta publikoni, ishte shumë konkret, nuk ishte gjëra të përgjithshme. Do bëjmë këtë dhe për këtë duhen kaq lekë. Do bëjmë këtë, por si jemi dakord, do ta shtyjmë për pak më vonë. Pra ishte gjithçka shumë konkrete. Duhet i detyrojmë ndërmjet oponencës publike, liderët e partive politike të mos bëjnë fushata me dajre, po të bëjmë fushata me programe elektorale lehtësisht të monitorueshëm nga votuesit. Kjo është e demokracisë. Zoti Male, faleminderit shumë për bisedën. Shumë faleminderit ju.